Në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Besimtari në këtë jetë takohet me Zotin e tij gjatë ditës dhe natës 5 herë në ditë. Dhe ky privilegj është se Zoti xhelel shanuhu e ka obliguar t'i kryej ritet dhe namazin në kohën e caktuar. Ashtu siç thot Zoti në Kur'an, inna salate kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Vërtet, namazi është obligim për besimtarët në kohën e caktuar. Dhe prej namazeve me të cilët karakterizohet dhe vlerësohet denjësisht besimtari është edhe namazi i sabahut. Ky namaz i cili ka vlerën shumë të madhe prej gjitha namazeve tjera, për arsye se ngritet në mëngjesin herët, në një terr apo një kohë me të cilën brëndron errësira dhe besimtari me përkushtimin e madh që ka në Zotin xhelel shanuhu ngritet dhe shkon në xhami. Dhe për këtë arsye, shpirti i tina dhe lodhja e tina me të cilën ballafaqohet gjatë ditës, ai ngritet dhe nuk e lën rahat shpirtin e tij dhe rahatin e trupit e tij vetëm për t'u përgjigjur namazit dhe t'u përgjigjet fjalës së muezinit as-salatu khairu min an-nawm. Vërtet, namazi është më i mirë se sa gjumi. Dhe kur e fillon besimtari ditën me përmendjen e Zotit dhe me një disiplinë që i takon besimtarit, sigurisht se dita e tij do të jetë e bereqetshme dhe mundësia e tij për të shkuar një ditë e mbar vetëm se shtohet. Për këtë arsye, edhe besimtari në namazin e sabahut ka vlerë dhe ka veçori të mëdha. E njëra prej veçorive me të cilët na ka treguar edhe i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam thotë se besimtari në mëngjes kur ngritet dhe shkon për ta falur namazin, e ka ardhur si hariqe, përgëzimi prej pejgamberit alayhi salam, i cili ka thënë: përgëzoj ata të cilët ecin në terr, pra në errësirë drejt namazit, me dritë në ditën e Kiametit. Pra kjo veçori e cila e ka vetëm se besimtari, se në ditën e Kiametit do të jetë kjo lodhje, do të jetë kjo errësirë dritë për besimtarin. Ndër veçori tjera me të cilat ballafaqohet besimtari është se me faljen e namazit sabahut, Allahu xhelle xhelalu e merr në mbrojtjen dhe garancinë e tina. Shikoje dhe ndëgjoje me vëmendje fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë: Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili fal namazin sabahut me xhamat është në mbrojtjen e Allahut, që do të thotë është në mbrojtjen, është në ruajtjen dhe premtimin e tina. Përderisa besimtari vlerësohet larg nga ana e Zotit xhelel shanuhu me përgjigjen e thirrjes së tij, sigurisht se edhe namazin me të cilin e fal e ka shpërblimin e madh. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: 2 rekate të namazit të sabahut janë më të mira se dynjaja dhe çka ka në të. Përderisa ndëgjojmë këtë hadith, e shohim se është fjala për 2 rekate që janë sunetet e namazit të sabahut. E llogaritë vëlla dhe motër e nderuar, se çfarë shpërblimi ka kur besimtari e kryen farzin dhe obligimin e Zotit xhelel shanuhu. Përderisa besimtari i ka gjithë këto privilegje në namazin e sabahut, do të jetë shumë i kujdesshëm dhe të jetë i vëmendshëm se shpërblimi është aq i madh. Falja e namazit të sabahut me xhamat, ashtu siç ka ardhur në hadithin autentik të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thotë: ai i cili fal namazin e yacis me xhamat është sikur ta ketë falur gjysmën e natës, ndërsa ai i cili e fal namazin e sabahut me xhamat është sikur ta ketë falur gjysmën e natës qiyamul leil. Pra që nuk kuptohet se namazi i sabahut është me vlerë shumë të madhe sikur ta falësh gjysmën e natës në namaz të natës. E kjo begati me të cilën besimtari është shumë i privilegjuar prej anës së Zotit xhelel shanuhu, do të jetë shumë i kujdesshëm që të ngritet ta fal namazin e sabahut dhe të jetë prej robërve të tij të zgjedhur, sepse ky namaz është një mundësi e mirë që të ruhet besimtari prej hipokrizisë apo nifakut. E për këtë arsye edhe pejgamberi alayhis salam na tregon se namazi i sabahut është namazi që është më i vështirë
për munafikët, ndërsa për besimtarët është ky namaz një mundësi dhe energji, shtesë që ta takoj Zotin xhaleshanuhu dhe të jetë i kënaqur me urdhrat dhe detyrimet me të cilat na ka obliguar. Me këtë i bëj thirrje gjithë atyre të cilët e ndëgjojnë dhe shikojnë këtë emision me të cilën e përgatit Bashkia Islame që besimtari momentin që ngritet ta fal namazin e tij të sabahut është ai besimtar i cili e çon emanetin e Zotit në vend, ai besimtar i cili ngritet me përmendjen e Zotit dhe bjen me përmendjen e Zotit, edhe kjo është edhe jeta e besimtarit i cili ngritet me bismillah dhe bjen me bismillah. E këto janë ajo dhe kjo është ajo me cilën neve si besimtar duhet që ta marrim me seriozitetin më të madh që namazi i sabahut të jetë një mosër i verifikimit dhe përkushtimit ton për namazin e sabahut dhe të jetë një mundësi e mirë që të jetë një nismë e re dhe të jetë një mundësi që çdo herë të jetë namazi pjesë e jetës ton deri në takimin Zotin xhelle wala. Allahu na mundsoft të jemi të kujdesshëm në të gjitha namazet e posaçërisht në namazin e sabahut ku tregohet devotshmëria dhe devocioni i besimtarëve. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.